ra dje buria në një mbledhje diku në Spanjë, ku ishin mbledhur partitë si motra të Kënetës, që ju ka mbetur Këneta mes tyre dhe s'dina as ato që të bëjnë, dhe Këneta kaloi në për tavolina një fletrufe, siç ndodh në konferencat e partive, dhe aty filloi avazin. Filloi avazin, blerje vote me lek dhe me kanabis, punësime elektorale dhe prokurime favorizuese për mbështetësit e socialistëve, abuzime me detyrën dhe mediat, emërim ilegal i kryetarit bashkisë, kërcenim dhe hetime kundër kandidatëve të opozitës. Do me thonë, një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur